Pasi jemi në prag të festës së Kurban Bayramit, kam sjell një recetë shumë vjetër të baklavës, e cila ndryshe njihet si aligjin, recetë e gjyshëve tona, e cila përgatitet pa arra, me arra, në një mënyrë shumë unike, me një shije të veçantë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj ëmbëlsire tjetër tradicionale, e cila zakonisht përgatitet për festën e Bayramit. Në një enë shtojna 2 vezë plota. Tek vezët shtojna një gotë 200 ml me kos. Dhe masën e përzi mirë derisa vezët dhe kosi të bëhen në një masë. Kam përzier mirë masën, tash ja shtojna një filxhan me vaj, ose një gotë 190 ml. Përsëri e përzina masën mirë. Përgatitja e brumit është shumë e thjeshtë. Tash ja shtojna një lugë gjelle me uthull bardhë, uthull ushqimore. Sekreti i aligjinit i baklavave qëndron tek uthulla dhe lëngu i limonit. Do i shtoj një lugë gjelle me uthull dhe pak lëng limoni. Të e bëjnë baklavën më të shkreftë. Tash masën përsëri e përzimi mirë. Kam përzier masën mirë. Tash ja shtojna millin. Masat e millit asnjëherë s'dihen fikse, duhet na del një brum si tatlijave tradicionale. Dhe ja shtoj edhe një pluhur për pjekje. Në recetat e gjyshëve nuk ka ekzistuar pluhuri për pjekje, sepse nuk kanë pas pluhur për pjekje. Tash ekziston, e bën baklavën më të mirë, do me thënë fryhet më shumë. Mund që dhe mos t'ja hedhni, mirë po në qoftë se i hedhni pluhur për pjekje, do del më e bukur për syrin baklava. Shtojmë pjesën tjetër të millit dhe fillojmë që brumin direkt ta punojmë me dorë. Largojmë lupën. Duhet kemi kujdes tek brumi, duhet na del një brum si tatlijave tradicionale, jo i fortë, më i butë, më lehtë do hapen. Kam punuar brumin, kam hedh miell derisa kam fitu këtë trashësi. Vrehet trashësia, kam punu dikon për 5-6 minuta. Tash e nën ku ndodhet brumi, e mbulojmë dhe e lojmë brumin që të pushojë në ambient brume për 30 minuta. Pasi brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj nga ena, hedhi pak miell, tavolinë pune dhe kaloj brumin. Vërtet është bërë një brum shumë i mirë. Tash brumin e ndoj në pjesë të vogla. Hedhi miell, tavolinë sa herë që ka nevojë. Vërtet është bërë brumi shumë i mirë. Dhe filloj që ta ndoj brumin kështu në pjesë të vogla. Masi e pjesëve është dikon sa një kukë rrave. Gjithë brumin e ndoj në këtë mënyrë. Kam ndarë brumin në 36 pjesë. Tash secilës pjesë ja jap formën e një kulaçi, kështu duke rrokollisur në miell që t'ja japin formën e lëmuar. Kulecët e formuar i vendosi tek fundi, hedhi pak miell tek fundi dhe i vendosi kulecët. Këtë mënyrë veproj në gjithë pjesët e brumit. E japim një formë të lëmuar, më lehtë do bëhet hapja. Kam punuar gjithë kulecët dhe i kam vendosur tek fundi. Tash i mbuloj kështu me një foli
sepër që mos vendosin kore. Munduhem të mbuloj mirë nga gjithë anët. Kam mbulu mirë, tash sepër ju vendosin një pecetë kuzhinë dhe i lëm përsëri të pushoj për 30 minuta. Për hapjen e petave na nevojitet nisheste dhe grizë. Këtu kam 500 grame nisheste dhe ja shtoj na 3 luge gjysmë gjellës me grizë dhe masën e përzij mirë që grizat përhapet, apo ndryshe në Evropë njihet si semolina. Kështu e përhapi mirë. Griza e bën më të shkretë baklavën. Munduhem mirë ta përhapi grizën nëpër nisheste. Brumi ka pushu mjaftueshëm, ja largoj pecetën e kuzhinës. Kam harru që të cek se kam fitu gjithsej 35 koleç dhe tash morim dhe vëllojmë të bëjmë hapjen. Kështu e hapim një nga një. Morim një kulaç, shtojna nisheste dhe e hapim. E hapim në një masi dikon rreth 15 cm. Hidhim nisheste sa herë që ka nevojë dhe pak duhet bëhet hapje. Mjaftueshëm kam bërë hapjen e kulaçit të parë, filloj me hapjen e kulaçit të dytë. Të gjithë kuleçet i hapi në masi të njëjtë dhe në mënyrën e njëjtë dhe më pas i rendes njërin mbi tjetrin. Kështu të gjithë kuleçet i rendes njërin mbi tjetrin, vetëm se pak nisheste shtoj kur ti vendosi njërin mbi tjetrin, jo shumë. Dhe pak bëj hapjen. Pak nisheste sa mos bëhet nxitja, vendosi kulaçin apo petën tjetër. Në mënyrën e njëjtë bëjmë hapjen e gjithë kuleçve. Pasi kam bërë hapjen e gjithë petave, i kam renditur njërën mbi tjetrën dhe kështu i kam vendosur tek fundi, i kam mbuluar me folinë e najlonit. Tash marr kështu të gjitha për një herë dhe i kthej në anën tjetër që ti marr petat e hapura në fillim. Tash i marr 5 peta të hapura. Kurse të tjerave përsëri ja vendosi folinë e najlonit dhe i lëm në njërën pjesë tavolinës së punës. Fillojmë që të bëjmë hapjen kështu nga 5 kuleç. Hedhim nisheste, në fillim hapjen e bëjmë me shkopin e trashë dhe më pas me shkopin e gjatë. Vetëm se e rëndësishme është që t'ja japim formën rrethore. Hedhim nisheste sa herë që ka nevojë. Brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra anë. Kur bëjmë hapjen. Tash marrim shkopin e gjatë dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Nuk ngjiten petat njëra me tjetrën, siç e shihni, sepse ka nisheste në mes dhe nuk bëhet ngjitje. Tash e hapim në masinë e dëshiruar.
Kam hapë në masinë e dëshiruar. Harrova që të cep se kështu kur t'i hapni mund që t'i spërkasni me gjallë, mund dhe gjallëpin t'ja shtoni më pas në fund, unë t'ja shtoj në fund. Tash vetëm se do bëj kështu palose, do ja vendosi arrat në mes. Mbushja zakonisht bëhet sipas dëshirës, më shumë, më pak, varet se si e doni. E përhapim mbushjen. Bëjmë palosjen. Tash e palosim në formë të boqës. Pasi kam bërë palosjen, e marr tepsinë dhe vendosim në mes të tepsinës pjesën e parë, kështu të palosur. Mënyrën e njëjtë vazhdojmë tutje me hapjen e gjithë petave kështu nga 5 kuleç të radhitura njëra mbi tjetrën. Fillojmë që të bëjmë hapjen kështu nga 5 kuleç, hedhim një sheste, në fillim hapjen e bëjmë me shkopin e trashë dhe më pas me shkopin e gjatë, vetëm se e rëndësishme është që t'ja japim formën rrethore. Hedhim një sheste sa herë që ka nevojë. Brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra anë. Kur të bëjmë hapjen. Tash e vendosim nga kjo pjesa. Dhe me thënë fitojna 7 pjesë, 5 kështu të plota i vendosim, kurse këtu nga qoshe 2 prejmë në gjysmë dhe i vendosim. Këtë mënyrë vendoset aligjini në tepsinë. Tepsinja nuk ka nevojë që të lihet me gjallë. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje. 5 pjesë i kam vendosur në këtë mënyrë siç po shihni dhe vetë, kurse 2 i kam lanë tek fundi dhe do i prej në formë të një trekëndshi. Kështu, me një shpakull shumë lehtë bëhet prerja në formë trekëndshi dhe i vendosi tek këto ansore. Kështu. Dhe pjesën tjetër do bëj prerje. Dhe është bërë mbushja e gjithë tepsinës. Pasi e kam vendosur të gjithën në tepsinë, ja shtoj gjalpin. Tu kam 500 gram me t'lyn lope, cilën e kam shkrinj në temperaturë të ulët derisa u ka largu gjithë shkuma sipër dhe e kam lënë që të ftohet. Tash ja kaloj kështu sipër secilës. Mundohem t'i bëj mirë me gjallë. Dhe pse duket se është shumë, nuk është shumë. Mjaftueshëm, janë 500 gram. Si që kam thënë dhe në fillim, mund që t'ja hedhni dhe kur t'i përgatitni t'i spërkatni, mund dhe mas si t'i përgatitni, varet se si dëshironi të punoni. Mundohem çdo cep ta bëj kështu, ta lagi me gjallë. Kam shtuar gjalpin, këtë pjesën e ngelur në fund nuk ja hedhni, sepse do i formohen fluska të zeza sipër aligjinit.
dhe Aligjini është gati për pjekje. Kam nxjerr furrën në 250 gradë dhe në momentin kur do e fus Aligjinin në furrën do e ndali, do ja zvogloj temperaturën në 130 gradë dhe do e lën që të pjekët për 1 orë e gjysmë, varet nga furra juaj. Gjatë pjekjes e kontrolloni herë pas here. Aligjinin e kam largu nga furra, ka dalë shumë mirë. Tash e lojna që të ftohet plotësisht dhe më pas përgatisim shërbetin. Pasi aligjini është ftohur, përgatisim shërbetin. Për shërbetin na nevojitet 1 kg 300 gram me sheqer, 1 vanilë sheqeri për aromë, edhe pse vanilja sheqeri nuk ka ekzistuar në receta tradicionale, dhe shtojna 670 ml me ujë. E përzim masën, dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin derisa të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, tash ja hedhim 2 feta limoni që mos të kristalizohet shërbeti dhe ulim temperaturën mes sultës dhe të mesmës dhe shërbetin e zim për 15 minuta. Shërbeti është zier mjaftueshëm, është gati të largohet nga zjarri. Pasi shërbetin e kam largu nga zjarri, ja shtoj gjysmë filxhani të kakave turke me ujë të ftohtë. Pra si që ceka dhe më parë, limoni dhe ujë ftohtë ndihmon në që mos të kristalizohet shërbeti. E përzim mirë. Dhe shërbeti është gati që t'ja hedhim aligjinit. Tash shërbetin ja hedhim aligjinit. Shërbeti është bali nxehtë, kurse aligjini është i ftohtë plotësisht. Ka dalë shumë i mirë. E merr me një herë shërbetin, pasi ka dalë i mirë. Shërbeti ka një aromë të mrekullueshme. Mundohem çdo pjesë të aligjinit ta bëj me shërbet. Pasi ja kam hedhur shërbetin, e mbuloj kështu me një tepsi dhe e lën që ta merr shërbetin mirë, dhe e lën kështu për 24 orë. Dhe më i mirë të del aligjini, të zbutet mjaftueshëm. Aligjini e ka marrë shërbetin mjaftueshëm, ka qëndru për 24 orë në shërbet. Ta largojna njërën nga pjesët që t'ju demonstroj nga afër se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë i mirë, i shkret duket nga pamja. Dhe shërbetin e ka marrë mjaftueshëm, ja si duket, aligjini është i shkret. Gjithë ju motra që përgatesni në këtë mënyrë aligjin për festën e Kurban Bayramit, ju bëft mirë, ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, Imbeçi nga sofra shqiptare, gjenë në recetën e radhës, urime festa e Bayramit.